Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shënjës së Virgjëreshës. Do bëjmë letimin e radhës të dashur Virgjëreshë dhe duket që është një javë shumë e qëndrueshme dhe produktive, kur përpjekjet e juaja fillojnë të japin rezultate të dukshme. Kjo javë fokusohet në rezultatet konkrete, stabiliteti dhe frutet e punës së bërë me kujdes. Pas një periudhe me shumë përpjekje dhe detaje, fillon të shohësh shpërblimin që meriton të dashur Virgjëreshë. Gjyshja e tokës, Grandmother, që ndryshe është Perëndresha, tregon frymën e kujdesit dhe ndërtimit me dashuri e përgjegjësi të dashur Virgjëreshë. Mund të jesh në një moment ku kujdesesh për diçka që ke ndërtuar, një projekt, familje, biznes apo marrëdhënie, dhe tani kjo kërkon mirëmbajtje, jo nxitim. Jep vëmendje atij ku ke mbjell, është koha e korrjes, jo e mbjelljes së re. 10 të tokës, që është një letër jashtëzakonisht e bukur, konfirmon stabilitetin material dhe përfitimin nga puna e gjatë. Kjo mund të vijë si rritje të ardhurave, një mundësi konkrete pune, ose thjesht ndjesia se kontrollon mirë financat e tua. Këshilla, përdore, që mund t'ju japë, përdore këtë moment për të ristrukturuar dhe investuar me mençuri, jo për të shpenzuar. Pra, vazhdojmë me 8 të zjarit, që është sjell qartësi të menjëhershme, ide të reja të dashur Virgjëreshë dhe lëvizje të shpejta. Kjo letër të paralajmëron se diçka që ka qenë pezull tani po merr drejtim. Po merr drejtim dhe mos hum kohë me dyshime, vepro kur e sheh hapin e duhur, sepse ritmi i kësaj jave do të jetë goxha i shpejtë. 4 të zjarit tregon për mbyllje me sukses. Një cikël përfundon dhe sjell ndjenjen e qëndrueshmërisë, e kënaqësisë. Kjo është një periudhë për të festuar rezultatet, për të pushuar dhe ndoshta dhe për të planifikuar fazën tjetër me qetësi. Pra, të kujdesini për atë që ke ndërtuar, të dashur Virgjëreshë, mos nis diçka të re pa mbyllur të vjetrën. Shfrytëzo mundësitë materiale që dalin, por me kujdes dhe planifikim. Do të vinë lajme ose ide që nxisin veprim, reago me qartësi. Përfundoje javën duke e organizuar dhe vlerësuar arritjet. Në thelb të dashur Virgjëreshë, kjo javë është për stabilitet, përfundim të suksesshëm dhe vlerësim të punës së bërë. Absolutisht e mrekullueshme një javë, gjërat fillojnë të bien në vend dhe ti më në fund e sheh se rendi, përkushtimi dhe durimi yt kanë dhënë frutet apo suksesin që keni dëshiruar të dashur.